Të jesh ushtar, ja dhe unë këtë klasë. Po. Është titulli më i lartë, është krenaria më e madhe. Është diniteti më i madh. Të jesh ushtar, ja dhe unë. Pastaj brenda ushtarit të dhe është hierarkia, është ushtria. Aty ka hierarki pastaj. Dhe zakonisht njerëzit që punojnë në hierarki në uniform, ka dëshirë mjë drejtua me titujt që bartin në uniform. Por tani kur jenë jetën e përgjithshme, shoqërore, jenë jetën normale të njerëzve, atëherë, si do që të drejtoni, unë përgjigjem. Me cilin titull të më drejtoni, unë e mbulaj dhe e mbroj profesionalisht, me dëshmi nga e kaluara, po besoj se edhe në të ardhmen nuk do ta lëndoj atë piramid të lavdis, po që i kushtimisht, që e kam ndërtuar gjatë rrugtimit tim prej fëmijë, nxënës, student, ushtarak, luftar, oficer në ndërtim forcës, deputet në parlament. Komandant, më sa Asë njerën, po ajo ishte në luft. Asë njerën për këtyre besoj s'do të lejoj me i lëndu tash, kur se unë kam dalë në penzion para koshë. Na kem të drejt me dalë 45 vjeç, edhe unë vitin 2019 kam dalë në penzion, kam përformu edhe në politikë, dhe kam lanë një gjurëm. Do të mundohem se gjurëma eme me mbet e pasër. Gjurëma eme nuk guxon me u determinu nga zhvillimet ditore, politika ditore, edhe zhvillimet shoqërore ditore. Sepse gjithë shka ka një arsye pse linë. Edhe marja një rrugët gabur, ose bërja një punët gabur, e ka një arsye pse ndodhë. Ose është dashja, ose është qëllimi, ose është gjendja afektive, ose është shtytja, pjesë ndoj procedurët keqe, gjithmonë ekziston një arsye pse. Tani është krejt që the e parë të pozitivitetit. Mënyra se si i qasësh. A ke durim ju qasë në mënyrë pragmatike dhe me pasë se ku qëndron problemi. Nuk, shife, marja me pasojën është mundësi që ajo me gjeneru krizat vardushme. Gjithmonë do të me provu me luftu burimin e një problemi X. Dhe me godit pasojën në burim, jo më marë me pasojën. Sepse pasoja është e fundit. Atër nëse ti merresh me këtë pasoj, ajo është sikur të morë, e prodhon pasojën tjetër, pastaj tjetër, edhe futet bash pjesë e asaj bashkëfaqësie. Nëse mundohesh me luftue burimin e saj, atër e ke shëruar procesin, e ke shëruar sistemin, shoqërinë e tjera. Mesazhet mira dhe këtë pjesë, po du mundohet tash pak tek një pjesë tjetër, padyshim më rëndësishme, shumë e rëndësishme, familja. Sot jetoni në Prishtinë. Me kë jeton? Me gruan, po, fëmijë? 3 djemë. Po. Edhe kemi bo dhe... Po, të dijet, në Prishtinë jetojmë, sepse punojmë, shkollohemi tjerë. Kurse qendrën e familjes madhe që jemi, e kemi në fshatin tim të lindjes, është Rashkot, është një fshat i vogël,